O Gazo, o heroj I PD-s, më thaj që të ka ardhur zëri prap, ke filluar e thua Zezhineja, tu doj gjani për mua o yll, do pak vëmendje ti në këtë pisk vape, pa me rak se ta plotsoj unë dëshirën, të ka ardhur zëri në parlament ty o Gazo, mendon se baba Bufi është plak I moçëm dhe harron, por jo, e mendon se çfarë I bëre ti më 11 maj. Baba Bufi jeton vetëm për të parë ty rrugëve, duke u hequr zvarro lumav. Kisha vendosur të lija të qetë në trishtimin tënd këtë verë të nxehtë. Por nuk rrit dot pa mua ti o Gazi im. Të është bërë si ilaç, e do mëngjes, drek dhe dark. Mos u mërzit o yll, dhe pak javë në ndajnë dhe më pas do më kesh në sallë të parlamentit, në komisione, në takime, e kudo. Do jemi bashk për 4 vjet. Po të la baba Bufi do me thënë, se dhe mund të kërkoj dorëheqjen. Kështu më kanë ardhur fjalet nga PD-ja, që t'ja lësh vendi Gentit, e ti veti. Pacim tani, dhe më përmend prapë, se me zi presto takimet tona virtuale. Pacim Gazo.